Nëse vuani nga tensioni i lartë, duhet të hani këto ushqime në mëngjes. Ushqyerja e shëndetshme është një nga mënyrat efikase për të ulur tensionin e lartë të gjakut. Mëngjesi, sipas të dhënave ku bazohemi, është një vakt tejet i rëndësishëm për uljen e tensionit. Ky vakt përcakton mbarvajtjen e funksioneve të organeve, mbron zemrën, por edhe prodhon energji që nevojiten trupit. Nëse dëshironi të ulni tensionin e lartë të gjakut, atëherë duhet të nisni ditën me një alternativë dhe këshillat janë në këto. Shumica prej tyre janë të pasura me kalium, një mineral i dobishëm për gjakun dhe shëndetin e zemrës. Në dietën tuaj mund të shtoni gjithashtu edhe produktin e tërshërës, pasi është e pasur me fibër që u mban të ngopur dhe frenon ushqyerjen e tepërt. Kosi dhe qumshti janë burime të shkëlqyera të kalciumit, një prej mineraleve të nevojshme në uljen e tensionit. Frutat pas buke, farat gjithashtu edhe barishtet e egra janë një përzgjedhje ushqimore në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve.